Mjeku paralajmëron, asnjëherë mos flini gjumë në anën e djathtë. Ja pse. Kur shtriheni në shtrat në fund të ditës së gjatë, ndoshta përkuleni nën batanie dhe vendoseni në pozicionin tuaj të preferuar të gjumit, pa u menduar shumë. O rezulton se disa pozicione mund të jenë më të mira se sa të tjerat, por nëse jeni mësuar të flini në anën tuaj të djathtë, mund të dëshironi të ndryshoni zakonin tuaj pasi mund të bëni një gabim vërtet të madh për shëndetin tuaj. Megjithse gjumi në anën e djathtë mund të jetë i shëndetshëm për zemrën tuaj, ka shumë të meta që i tejkalojnë në përfitimet e tyre dhe mund të ndikojnë negativisht edhe në çështjet tuaja shëndetësore, citon studimi. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Sipas Healthline, në këtë video do të rendisim arsyet përse nuk këshillohet të flini në krahun e djathtë dhe të ndryshoni pozicionin që mund t'ju përshtatet më mirë edhe me anën tuaj shëndetësore. Gjumi në anën tuaj të djathtë mund të përkeqësojë gjithashtu edhe problemet e urthit. Nëse po përpiqeni të hiqni qafe e bezdisjet që shkakton urthi, atëherë bërja e disa ndryshimeve në stilin e jetesës, si veshja e rrobave të lirshme dhe zgjedhja e ushtrimeve me ndikim të ulët mund t'ju ndihmojë në lehtësimin e simptomave. Por nëse jeni duke fjetur në anën tuaj të djathtë, gjatë gjithë kohës kjo mund të jetë duke sabotuar të gjithë përpjekjen tuaj, sepse mund të përkeqësojë edhe gjendjen tuaj ekzistuese. Diçka aq e thjeshtë sa rrokullisja në anën tuaj të majtë mund të ndihmojë të qetësoheni dhe të largoni gjithashtu edhe ndjesitë e djegjes. Mund të ndihmojë në qarkullimin tuaj të gjakut. Përveç përfitimeve të tjera, gjumi në anën e majtë mund të ndihmojë zemrën tuaj që të pompojë gjakun në mënyrë më efikase, ndërsa gjumi në anën tuaj të djathtë bën që presioni juaj i trupit mund të përplaset me enët e gjakut. Gjumi juaj në anën e majtë mund të rrisë qarkullimin e duhur të gjakut dhe mund të jetë gjithashtu një element shumë i mirë edhe për cilësinë e gjumit dhe mbajtjen larg të komplikacioneve të tij. Qarkullimi i duhur është çelësi për ruajtjen më të mirë të shëndetit dhe mirëqenies suaj së përgjithshme, citon studimi, dhe gjithashtu mund të parandalojë zgjerimin e enëve në varriçe. Nuk është pozicioni më i mirë gjumi në anën e djathtë, sidomos edhe për gratë të cilat janë shtatzana. Ndërsa barku juaj mund të bëhet më i madh, bëhet gjithmonë më sfiduese për të bërë një gjumë të mirë gjatë natës. Kur flini në anën tuaj të djathtë, kjo mund të kufizojë qarkullimin e gjakut në zemër dhe tek fëmia juaj, për shkak se foshnjët tashmë po hyjnë edhe në zhvillimin e disa organeve dhe mund të ndikojë në organet tuaja. Duhet të ndryshoni pozicion dhe të flisni me pediatrin tuaj, sidomos edhe në rastin për një gjumë më të rehatshëm gjatë natës. Gjumi në anën e djathtë mund të jetë shkaktari kryesor që mund të dëmtojë gjithashtu edhe shëndetin tuaj të mëlçisë, citon studimi. Për shkak se mëlçia ndodhet në anën e djathtë të trupit tuaj, gjumi në këtë anë ushtron më shumë presion mbi këtë organ thelbësor, duke shkaktuar përfundimisht në bllokim të mëlçisë. Për të shmangur këtë, përpiquni të mos flini rregullisht në anën e djathtë dhe të gjeni pozicionin që ju përshtatet më mirë, sidomos në bazë të problemeve që mund të keni. Kjo është një mënyrë alternative e cila mund t'ju ndihmojë shumë për të patur një gjumë më të rehatshëm gjatë natës. Historikisht është këshilluar që të flihet në gjumë në krahun e djathtë, pasi kështu nuk ushtron tension në anën e zemrës, por ekspertët rendisin disa nga arsyet kryesore pse nuk duhet ta bëni këtë. Sipas Healthline, këto janë detajet kryesore pse ju duhet të përpiqeni të ndryshoni pozicionin e gjumit. Një sistem qarkullimi më i mirë limfatik. Sistemi limfatik transportohet më lehtësisht në toksina nëse ato drejtohen drejt anës së majtë të trupit dhe do ta keni më të lehtë të flini në këto raste. Ndryshe nga sa thuhet, është më mirë për zemrën. Për zemrën është më mirë të pompojë gjakun nëse trupi ose aorta është orientuar kështu drejt anës së majtë. Kjo do t'jetë më e lehtë edhe për qarkullimin e gjakut dhe gjithashtu do ta keni më të lehtë të favorizoni gjumin tuaj dhe të mbani larg edhe komplikacionet e tij. Gjumi në anën e majtë është një mundësi shumë e mirë edhe për
përmirësimin e sistemit tuaj tretës. Nëse flini në anën e majtë, acidet gastrike nuk pësojnë rikthim në ezofag, pasi kjo e fundit lidhet me stomakun gjithashtu dhe me anën e djathtë. Fjetja në anën e majtë përmirëson tretjen dhe shmang gjithashtu djegjet e stomakut. Është një mundësi shumë e mirë për trupin tuaj për të mbajtur larg edhe këto komplikacione. Për veçoritë anatomike, gjithashtu gjumi në anën e majtë mund të jetë një mundësi shumë e mirë. Stomaku dhe pankreasi shtrihet në anën e majtë të trupit. Nëse flini në anën e djathtë, stomaku tenton të ushtrojë më shumë tension mbi pankreas, duke penguar kështu edhe aktivitetet e tyre dhe duke shkaktuar një sër efektesh negative. Ekspertët këshillojnë vazhdimisht gjumin në anën e majtë si një zgjidhje përfundimtare kundër këtyre problemeve. Do ta keni më të lehtë punën e shpretkës nëse flini në anën tuaj të majtë. Gjatë gjumit, toksinat transportohen drejt shpretkës më lehtë në anën e majtë. Mund të lehtësohen në mënyrë më të mirë organizmi juaj dhe të mbajë larg komplikacionet e tij. Kjo është një mundësi shumë e mirë për të evituar kështu edhe ndikimet që mund të ketë organizmi juaj. Pozicioni i gjumit mund të ndikojë edhe në aktivitetet tuaja ditore. Ndaj përpiquni të zgjidhni pozicionin i duhur për të përmirësuar gjithashtu gjendjen tuaj dhe për të mbajtur larg edhe komplikacionet e njëpasnjëshme. Pasi dritat fiken dhe është koha për të mbyllur syt, ka të ngjarë që gjumit ju zer në një pozicion të caktuar gjatë natës dhe të mos e ndroni atë deri të nesërmen në mëngjes. Ju mund të gjeni veten të shtrirë me shpinë, me stomak, me anën e djathtë ose edhe me anën e majtë. Pyetja që shpesh njerëzit bëjnë është nëse ka rëndësi pozicioni i gjumit gjatë natës, dhe përgjigjja është se ka disa faktorë të tjerë që mund të merren parasysh për të favorizuar më shumë një pozicion se një tjetër. Qëllimi nuk mund të jetë vetëm rehatia e gjumit të qetë, por edhe më pas pozicioni, thonë ekspertët e shëndetit. Por duhet të dini se nevoja për të fjetur në një pozicion të caktuar mund të ndryshojë me moshën, shqetësimet e ndryshme shëndetësore, gjithashtu edhe shtatzanin. Sipas Healthline, në këtë video do ju sjellim kundërvështrimin rreth avantazheve dhe të metave të mundshme për secilin pozicion të fjetjes gjatë natës. Nëse ju jeni një person që flini me shpinë, atëherë duhet të dëgjoni këtë video me vëmendje deri në fund. Gjumi me shpinë është i mirë për shtyllën kurrizore, gjithashtu edhe për shëndetin e kyçeve. Ekspertët e konsiderojnë në këtë pozicion si më të mirin, sidomos nëse bëhet fjala edhe për dhimbjet e shpinës. Zgjedhja për të fjetur në shpinë ju ndihmon gjithashtu të shmangni rrullat që krijohen në kontakt me jastëkun. Megjithatë, ky pozicion nuk është i përshtatshëm për të gjithë. Për njerëzit që kanë tendencën të gërrasin, ky nuk është pozicioni më i mirë pasi mund të rrisë më shumë mundësinë e gërritjes. E njëjta gjë vlen edhe për ata që kanë apne obstruktive të gjumit, të cilat shkaktojnë gjithashtu ndërprerje të përsëritura të gjumit dhe mundësinë e gërritjes së fortë. E njëjta gjë vlen edhe për problemet e frymëmarrjes që shkaktohen vazhdimisht edhe nga komplikacione më të rënda. Gjumi me shpinë gjithashtu mund të ketë edhe simptoma të sëmundjeve si refluksi gastroezofageal. Nëse flini me shpinë dhe nëse keni refluks acidi, provoni të ngrihuni nga shtrati juaj. Gjumi në anën e majtë. Për njerëzit që priren të gërrasin ose ato që kanë apne të gjumit, gjumi në anën e majtë është alternativa më e mirë për ju. Gjithashtu është e rëndësishme të gjeni gjumin më të mirë që ju përshtatet për të përmirësuar edhe shëndetin tuaj. Për të përmirësuar edhe gjumin, duhet të gjeni pozicionin që nuk ju ushtron shumë probleme. Për të njëjtën arsye, të fjeturit në anën në pozicionin ideal gjatë shtatzanisë ndihmon edhe për të mbajtur rrugët e frymëmarrjes më të lira. Megjithatë, të fjeturin në anë mund të ushtrojë presion mbi shpatulla dhe ijet tuaja duke shkaktuar edhe dhimbje, dhe me kalimin e kohës gjumi me anë mund të shkaktojë edhe probleme me lëkurën. Prandaj, nëse doni që mos të rrëlloset shumë lëkura juaj, atëherë zgjidhni pozicionin që ju përshtatet më shumë, për të evituar kështu komplikacionet e shëndetit dhe për të mos ndikuar negativisht në çështjet tuaja imunitare. Vëmendje: ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.